Doli jashtë lokalit, por u kthye të shpëtonte të tjerët si vdiq këngëtar i njohur në Maqedoni. Zjarri masiv që përfshiu klubin e natës Puls në Koçan, Maqedonia e Veriut, ka shkaktuar një tragjedi të rëndë duke marrë jetën e të paktën 59 personave. Ngjarja e cila ka tronditur opinionin publik ndodhi gjatë një koncerti ku ndodheshin rreth 500 persona. Mes viktimave është edhe Andrej Gorgievski, një nga themeluesit e grupit të njohur të hip-hopit DNK. Sipas dëshmitarëve, ai fillimisht arriti të largohej nga ndërtesa, por u rikthye për të ndihmuar të tjerët. Fatkeqësisht, ai mbeti bllokuar nga shembja e tavanit duke humbur jetën së bashku me 10 persona të tjerë, përfshirë disa të mitur. I lindur dhe rritur në Shkup, ai ishte një nga figurat kryesore të hip-hopit maqedonas. Ai e themeloi DNK në fillim të viteve 2000 së bashku me Vladimir Blasev Pancho, i cili ndodhet në spital me djegje të rënda. Grupi i DNK u bë i njohur për temat sociale, miqësinë dhe dashurinë në tekstet e tyre, duke performuar hite si Fala, Ako Utre me Nema e shumë të tjerë. Ndër viktimat e tragjedisë janë gjithashtu tastieristi Filip Stefanovski, kitaristi Aleksandr Kolarov, bateristi Gordi Gordiev dhe vokalistja mbështetëse Tara Projkovska. Mes të ndjerëve janë edhe bokseri Martin Atanasovski, Martin Buko dhe Igor Velkov, një tjetër baterist i grupit. Autoritetet maqedonase kanë thirrur hetimet për shkaqet e zjarrit, ndërsa sipas të dhënave paraprake, ai dyshohet të jetë shkaktuar nga efektet skenike vizuale që ndezën një pjesë të çatisë prej druri. Klubi rezulton të ketë funksionuar me një licencë të falsifikuar dhe me mungesa të rënda në kushtet e sigurisë.